marrjen e rregullt të pap-testit zbulohen lezionet e hershme në fillim të shfaqjes së tyre dhe trajtimi gjithashtu është i suksesshëm për dallim nga avancimi i smundjes e cila është edhe procedurë ma gjatë, ma dhimbshme edhe natyrisht edhe rezultatet e trajtimit mund me qenë ma të mangëta, normalisht nëse diagnostikohet me vonesë. Pap-testin do ta bëj secila femër pas moshës 21 vjeçare, bile ato femrat cilat kanë pas marrëdhënie edhe më herët, është e nevojshme që 2 vite pas fillimit të marrëdhënies së parë seksuale të fillohet me trajtimin me marrjen e pap-testit për shkak se mundësia për marrjen e infeksionit me HPV, i cili është shkaktori kryesor i lezioneve në qafën e mitrës, mundësia për me përfitu këtë virus është shumë e madhe. Marrja e pap-testit do të bëhet deri në moshën 65 vjeçare, për shkak se kanceri i qafës mitrës ka një periudhë prej moshës 35 deri në 39 që shfaqet dhe periudha tjetër është prej moshës 60 deri në moshën 65 vjeçare. Për këtë arsye, pap-testi do të mirret deri në moshën 65 vjeçare. Nëse pacientja nuk ka pas lezion, nëse ka pas trajtim për ndonjë lezion të qafës mitrës ose nëse ka pas trajtim për kancerin e qafës mitrës, atëherë pap-testi do të mirret edhe ma tutje. Pap-testi, secila femër e moshës madhore do ta merr pap-testin rregullisht, për shkak se përmes marrjes pap-testit lezionet e qafës mitrës zbulohen me kohë, trajtohen edhe suksesi i trajtimit është më i madh. Do thonë, me marrjen e rregullt pap-testit shpëtohet jeta e pacientes.